Algeta, të përshëndes, çfarë ndodhi në këtë seancë? Të përshëndes dhe njërë Erneta, gjykata administrative as ditën e sotme nuk doli me një vendim lidhur me padinë e depozituar pranë kësaj gjykate nga kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj në drejtim të prokurorit të prokurisë posaçme antikorrupsion Olz Dado, ku Erion Veliaj pretendon se ai është emëruar në shkeljet e ligjit në vitin 2008 dhe se nuk e ka kryer shkollën e magjistraturës. Kanë qenë pretendimet të cilat zoti Veliaj ka parashtruar edhe në seancën e parë që u zhvilluan administrative, por edhe gjatë ditës së sotme, duke përsëritur faktin se sipas tij zoti Olz Dado nuk përmbush kriteret për të kualifikuar si prokuror, pra nuk është bërë në mënyrën e duhur emërimi i tij në vitin 2008, duke sjell këtu edhe në vëmendje procedurat që janë ndjekur nga presidenti i kohës Bamir Topi, i cili sipas Veliajt nuk ka ndjekur dhe nuk ka kryer të gjitha verifikimet përkatëse sa i përket prokurorit Olz Dado. Nga ana tjetër, avokati i cili mbron në këtë proces prokurorin e prokurisë posaçme antikorrupsion, ai ka kërkuar rrëzimin e kësaj padije si të pambështetur dhe nga ana tjetër sipas tij nuk cënon procesin penal që ka nisur tashmë në gjykatën e posaçme antikorrupsion në ngarkim të kryebashkiakut të Tiranës, i cili dyshohet për kryerjen e 5 zebrave penale, nuk e cënon pikërisht hetimin që është kryer nga organi i akuzës, duke qenë se janë ndjekur të gjitha veprimet hetimore jo vetëm nga Olz Dado, por edhe nga prokurori tjetër Altin Dumani. Ditën e me pati një debat i cili u bë midis mbrojtësit ligjor Erion Veliaj Plaren Ndreca me përfaqësuesen e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, pasi sipas zotit Ndreca kjo e fundit nuk ka tagrat e mjaftueshme për të përfaqësuar në këtë proces institucionin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Sipas zotit Ndreca nuk ka patur një mbledhje të kolegjial, po themi, të qeverisë së prokurorëve dhe nuk është marrë parasysh, po themi, shkresa që është depozituar atje nga ana e kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, dhe për këtë arsye ai kërkoi disa herë të bëheshin verifikime nga ana e gjykatës. Megjithatë, ishte gjyqtari Azbi Balliu i cili nuk e gjetë të mbështetur këtë pretendim të zotit Plaren Ndreca, pavarësisht se ky i fundit kërkoi që të zhvillohej seanca një ditë tjetër dhe të bëheshin verifikimet përkatëse nga ana e gjykatës administrative, por nga ana tjetër ishte po zoti Erion Veliaj dhe avokati i tij mbrojtës, i cili kërkoi më shumë kohë nga ana e gjykatës që të njihen me të gjitha parashtrimet që ka sjell me shkrim, pra në formën e shkrimit përfaqësuese e Këshillit të Lartë të Prokurorisë në seancën e sotme, dhe për këtë arsye ata kërkuan shtyrje të seancës. Radha zot zhvillohet në datën 19 qershor në orën 14, ku pritet të ketë një vendimarrje tashmë nga administrative në rast se do të pranohet apo do të rrëzohen pretendimet që ka Erion Veliaj se prokurori Olz Dado nuk është emëruar sipas procedurave dhe se ky i fundit nuk e ka kryer shkollën e magjistraturës siç pretendon Erion Veliaj. Olz Dado është dhe ka qenë prokurori i cili ka hetuar zotin Veliaj sa i përket 5 veprave penale që lidhen me korrupsionin pasiv të kryer në disa episode me pastrimin e parave, mos deklarimin dhe fshehjen e pasurisë, shpërdorim të tyre, po ashtu si edhe përfundit e futjet e sendeve të paligjshme në qeli, dhe ishte ky prokuror së bashku me ish kreun e prokurisë posaçme antikorrupsion Altin Dumani, ato të cilët prangosën Erion Veliaj në 10 shkurt vitit 2025 si person që dyshohet pikërisht për këto vepra penale dhe çka shtyu më vonë kryebashkiaku i Tiranës ti drejtohej gjykatës administrative me një kërkesë të tillë për të bërë verifikime sa i përket mënyrës se si është emëruar Olz Dado si prokuror, pasi duhet thënë që për momentin që është arrestuar dhe që për momentin që mbahet në paraburgim në JVP-n e Durrësit për këtë çështje, zoti Veliaj ka patur një gjuhë të ashpër në drejtim të Olz Dados, njëri për prokurorëve i cili ka hetuar këtë fundit bashkëshorten e tij dhe një sër personazh të tjerë sa i përket, siç dashë një herë, për konsumimin e disa veprave penale që dyshohen nga ana e prokurisë posaçme, një çështje që tashmë ka zbritur në gjykatën e posaçme antikorrupsion dhe ndodhet në fazën e themelit.